Janë 23-4.000 arsimtarë shkollave fillore dhe të mesme. Do duhet të kishte ky vend 3-4.000 lexuese të interesuar. Po fatkeqësisht nuk e ka. Unë nuk e kuptoj si mund ta përfundoj njeriu fakultetin, masterin, tash që po quhet. Më herët quaj magjistraturë dhe mirë që quaj, sepse ishte më vështirë të përfundoj, ose doktoraturë dhe nuk lexon s'po një libër në muaj, ose me ta blesh një libër në muaj. Ne kemi aty librarin poshtë në podrom, pa ata në kohën që këtu janë kampusën universitarë, po janë me gishta dorës mund ti numërosh profesorët ose studentët ose që vinë blejnë veç kur e kanë domosdoshme. Do të kultivohet kjo. Edhe të zgjerohet interesimi. Kultivohet kur dikur ka qenë kultivuar ndërsa tash. Fatke mendoj që nuk ka qenë kultivuar. Ne kemi një farë iluzioni ne që nuk ka ekzistuar kur krizë leximit, se s'ka pas normalitet të leximit. E kam edhe një shkrim madje. Më thoj se e kam fut krizë leximit. Kam thënë që edhe vetë e kam përmend krizë leximit. Nuk ka krizë leximit sepse nuk ka pas kur normalitet leximit. Po të kishte normalitet leximit, do të kishim krizë leximit, por nuk e kemi. Çka e quani këtë normalitet të leximit? Të leximit të jetë pjesë e vetë kuptueshme e shoqërisë tonë, nuk është ende vera, nuk është ende sikur në Evropë. Ne kemi shëtitë e dim, është edhe shkrimi, edhe leximi janë pjesë vetë kuptueshme të civilizimit evropian. Po edhe pjesëve më të madh botës. Te ne nuk është ende merret si sforcim. Nuk është pjesë e vetë kuptueshme, duhet të jetë. Si mund bëhet kjo përmes arsimimit me fill. Aty fillon gjithçka. Jo t'ja lëm vetëm familjes. Familjes. Nuk jo vetëm familjes, për çka kriju shkolla. Nganjëherë shkolla e merr një fëmijë nga familja, nga një familje që mund të jetë jo fort e emancipuar, e emancipon dhe ai fëmijë mund të kthehet ta emancipojë edhe familjen. Kështu ka ndodhur në Evropë. Në demokracitë liberale.